Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, trontit me deklaratën se ushtria e Serbisë është më e fuqishme se kurrë, pasi vitet e fundit kanë vepruar në fshehtësi për armatim të ri dhe të sofistikuar. Sipas Radio Europa e Lirë, ai këtë informacion disi kërcënues e tha të premten gjatë një interviste për televizionin PRVA, teksa shtoi se prezantimin e arsenalit të armatimeve do ta prezantojë në shtator në paradën ushtarake. Ushtria po bëhet merrsisht goditse. Janë 5 persona që dinë çfarë kemi sjell. Qëllimi ynë është ta mbrojmë vendin ton. Serbia të jetë fortesë e pathyeshme dhe e palëkundur për çdo pushtues, tha Vučić. Vučić më tej njoftoi se do të punojë për ushtrinë digjitale, platformë e cila forcon ndjeshëm ushtrinë dhe të cilën Izraeli po e zbaton me sukses. Sipas tij, 80% të kohës njerëzit në ushtri e shpenzojnë për logjistik dhe analiza, por me futjen e programit të ushtrisë digjitale, kjo përqindje do të reduktohet në vetëm 20%. Nevojitet ndryshimi në konceptin e ushtrisë, e cila bëhet tepër vrasëse e papar, nënvizoi Vučić. Ai ndali edhe tek marrëveshja Prishtinë-Zagreb-Tiranë dhe komentoi kështu: "Do të ishte budallëk i madh të nënvlerësojmë krijimin e aleancës ushtarake dhe çdo muaj ftojnë Sofjen që të bashkohet, gjë që e ka detyruar Serbinë të armatoset."